Të nderuar dëgjues, ashtu siç edhe më herët, unë anonçova në programin e radios, sot në studio jam me zonjën Valbona Quku. Lisha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur në studion Mirëmëngjes Shkodër Valbon. Për dëgjuesit, Valbonën ta prezantoj si një shkodrane që nuk jeton në Shqipëri pjesën më të madhe të kohës, si një admiruese e natyrës, si një artiste në syrin e saj si fotografe, si sportiste. Shumë kush e njeh si sportiste. Por ajo që është më thelbësorja është se ajo mban një mbiemër natyrisht të mirë njohur nga familja e prindërve, Quku, vajza e madhe e një prej intelektualëve të mirë njohur të Shkodrës, mentor Quku, por edhe mbiemrin Lisha, një mbiemër sportiv si familje me bashortin e saj Besnik Lisha. Fakt, gjithmonë Vera ka rikthime në shtëpi, keni shtëpi në Shkodër, e natyrisht edhe në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, si janë këto rikthime për ty, Valbon? Rikthimet janë si një frymëmarrje për personin tonë, për familjen tonë, për të gjithë ne. Dhe këto nuk është një diçka që na kena barrall, e kena ba qysh se kena ik, vazhdimisht jena rikthy, sepse për mendimin tim unë kam edhe 2 fëmijë, edhe për mendimin tim është shumë e rëndësishme edhe për fëmijët, sepse në këtë jetë duhet me ditë se nga vjen, ku i ke rajt, edhe atëherë të mundesh me shku me bazë zgjedhjet e tuaja, kështu që është shumë e rëndësishme për ne, por edhe për fëmijët. Edhe lidhja me familjen, me gjyshin, me gjyshen, me nanën, me tezën, me hallën, këto gjitha janë shumë të rëndësishme. Këto krijojnë atë që për mendimin tim ka të bëjë me identitetin. Në absolute. Me rrënjët. Në absolute. Diçka që buron në deje, edhe që asnjëherë nuk mund të shmanget, përkundrazi. Ne jemi këta që jemi nga që jena rritë në Shkodër. Më thonë, unë jam ajo që jam, jo pse kam ik, po pse kam lind në Shkodër, kam pas këtë shoqëni, këtë familje, këtë qytet mrekullueshëm në cilin kena fitu shumë e shumë tipare të një karakteri që është e zorshme mu gjetë në përballë. Në fakt, duket sikur nga që sot është një ditë gati me ngjyrat e vjeshtës, duket sikur Vera e ka mbyllur një kanat, pavarësisht se deri dje ishte një kohë e mrekullueshme. Si shkoi Vera për ju? Vera ishte e mrekullueshme, megjithëse kjo kthim ka qenë qendrës për herëve tjera. Mama dhe babe nuk janë ma, kështu që e një fije emocional. Por megjithatë kam pas një kohë shumë bukur, sepse kam ardhur me një mendim këtë herë për me pa sidomos malet e Shkodrës. Kena ardhur bashkë me tim shoqe, ka qenë pikësynimi jon kryesor, sepse shpesh na përqendrona te Shkodra, përqendrona tek shkojmë në Velipoja aty ku shumica shkodranëve shkojnë me veru. Mirë po, unë kam më pëlqejnë shumë edhe malet. Edhe përderisa kam pa malet e Amerikës, Kaliforni, e shumë shtete tjera, pse mos me pa malet e Shkodrës, më dukte një sikur kisha diçka mangut. Edhe me thënë drejtën jam mrekullu prej bukurive që kam pa. E kam ditë se janë bukura pa shkrejt tjetër kur i shef live, kur i shef me sy për afër. Krijon një gjendje emocionale jashtëzakonisht të njëherë sikur je edhe për moshën, sikur duket veti sikur je një 20 vjet më ri, po me mëm je i ri, po kështu me trupi e ka ata vetat. Një mosh tepër aktive, përderisa Mundohena me qenë aktiv, më thënë drejtën. Po. Diçka unike? Diçka unike, nuk di ka me fillu. Njëherë numër 1 sa vim në Shkodër, për mu liçeni i Shkodrës është numër 1. Dhe më thonë, ato shëtitjet me biciklet nade është për më diçka shumë e veçantë për mu. Pastaj, më thonë drejtën, diçka unike, thethi të ajo lapidari dit Durham
pata përmend një impresionim i veçantë, sepse Alpet në çdo step që ti shkon, çdo hap të hapet përpara syve një pamje madhështore, kështu që nuk di një ke me zgjall. Por ajo një më ka pëlqy shumë, edhe nga Vermoshi, gropat e Selcës, një ujvar që kena shku me një grup Ekomanie, edhe më ka pëlqy shumë, kam ba disa fotografia, kam majta çantën e fotografit në krah për një 4-5 orë, por ja ka vlejt. Po gjithsesi gjeografia e udhëtimeve tuaja është mjaft e pasur këtë verë. Në mënyrë absolute. Të kanë ndjekur. Po, në Shkodër, si kur thash, dhe më thanë, Thethi edhe Vermoshi janë dy atrakcionet kryesore që më kanë pëlqy. Pastaj kena shku bashkë me të shoq edhe në Divjak, kena shku në të cilën ka bashkë shumë përshtypje një qendër e re informacionit për turizmin, që në ata që ti mundesh me e pa në përbot, me të duk vedi si kur je jashtë shtetit, dhe më thanë, krejt e perfekte me gjitha informacionit që i duhet, sepse na vujmë shumë për informacion. Vujmë për informacion, njerëzit me pas ma informacion shtyhen ma tepër për me shku banë kurios. Në fakt edhe këtu në Shkodër ekziston një qendër, po ndoshta nuk jeni drejtuar sepse Shkodrën e keni mat një orë dhe janë drejtuar të huaj. Kam shku, pa aja ishte tjetër. Aja ishte sikur jam mësuar, dhe më thanë jashtë, sepse unë shtetis baja ge dhe për më kishte parametrat e ishte diçka ndryshe. Prandaj më duket se e kena një velipoj më kanë thanë pa ma e vogël, pa aja që pava unë ishte përmend për të përgëzu. Dhe pastaj kena shku në Vlon, Llogara, Jal, pastaj kam ba një udhim që se kisha ba ma përpara, kam pa Beratin, që më ka pëlqy shumë, edhe pastaj kena shku nga Vlorë, Tepelenu i Ftoft, Ersek, dhe Përmet, gjitha ato, më thamë, duket Përmeti është përpara, pastaj Erseka dhe deri në Korç. Ishte një mrekulli Lugina Vjosës, më ka lanë shumë përshtypje, shumë më ka pëlqy. Pastaj ku kam shku tjetër, kam shku te Lumi Charles, një mrekulli, si me si me ken Hawaii, më shtuk, ose që janë këta gjanat që na i kena një gjune për filma, ose unë edhe kam ken Hawaii, por Thailand e këto shumë bukur, më ka bashkë shumë përshtypje. Këtë tjetër kam shumë qejf me shku në Valbon, me gjithse kam kenë më përpara, por sepse të përket, sepse ke edhe një emër. Por e kam pa përpara, unë kam qejf me ba rrugën Theith Valbon me Bankam, që do të gjaj një grup që të shkojmë gjithë bashkë, se nuk ashtë një rrugë të bat vetëm. Edhe këtë tjetër kam kenë edhe të Lugina e Kunes, në Shëngjin edhe të Rana Hedhon. Edhe janë vend, na kena shumë vende, problemi është më u ba pra informacioni edhe herë, shkojt e informacioni, sepse unë sa herë që baj një udhim, për shembull në Amerikë, gjaja parë që baj, unë hi në internet, shaf website-en, mandajnan blej një libër të vogël me informacion për një atë park natyror, dhe më thonë, këta janë gjana që unë normalisht i baj kur jam në Amerikë. Këtu ka ma pak, duhet ma tepër, sepse mendoj që turizmi në Shqipni ka një mundet me kanë një faktor kryesor kur vjen puna te ekonomia edhe te niveli i jetesës i vendit tonë. Pra ne ka shumë potencial, kështu që për një atë jam të thanë informacioni është qilci çdo gjas për mendimin tim. Valbon, këto janë impresione shumë të bukura, po gjithsesi është një panoramë shumë ngjyrshë. Shumë ngjyrshë. Një panoramë që ka maja, malesh, ka lugina, ka fusha, ka ujë pafund. Shkodra është rrethuar nga liqeni, 3 lumej, një flore jashtëzakonshme. Kam parasysh një foto tënde të mrekullueshme me lulet e malit, apo nuk e di ku i keni mbledhur. Ata të lulet janë të Gjini Kunes, Laguna Kunes në Shëngjin. Po, gjithsesi pra është një panoramë me shumë ngjyra. Vërtet. Dhe këtë panoramë ti edhe e ke fokusuar? Fotografia është një hobi që e kam zhvillu ma tepër këta vitet e fundit, edhe më ka dhanë mundësin për me shëtit ma tepër, edhe të krijon një emocion tjetër nëpërmjet aparatit, është një diçka plus
që ti shef nëpërmjet aparatit. Edhe me thanë drejtën, shumicën, këto udhëtimet e mia kam pas qef me kenë ma tepër informative për mu, vëllë ku nuk kam kenë ma përpara. Por disa herë kam marrë dhe çantën ashtë një fjellë teknike, se janë të rana, equipment edhe duhet me ditë se s'mundesh mi marrë të tana në krah. Në një farë mënyrë ke bërë fotografi profesionale? Disa herë po, disa herë vetëm jam mjaftu vetëm me informative, vetëm sa me kap momentin, edhe mu rikthy, unë do të rikthehem në gjitha këto vende, kam plan tashti do të rikthehem në ndaj ma tepër, sepse fotografia ka disa gjëra specifike, duhet mu ba për shembull në mes herët ose në darkë vonë, dohet dritën e veçantë, për thyrjen e rrezeve të po, diellit. rrezet e diellit, kulin diellin, këtë, më thanë duhet edhe me kanë me një njeri të guidat, ndesha më thanë diçka për guidat në Shqipni, që këtë herë më kanë surprizu një fije, kanë kanë një nivel tjetër. Edhe kja ka shumë rëndësi sepse takimi I parë me njerëzit që nuk e njohin Shqipni, ashtë me guida turistike, dhe ata ka një rëndësi shumë madhe se sa kthehen këta njerëz mrapa. Prandaj ata kja gjë shumë pozitive që kam bërë. Djem të ri, vajza të reja që merren me këtë punë është shumë pozitive. Më ka pëlqyer. Kam parë disa foto që të bëra, do të thosha nga pak largësi, ku grupi I Kastriot Faci, Po. Taraboshi, klubi Taraboshi ka organizuar me kanoe disa një udhtim, më thanë drejtën. Mundësia e fotografimit dhe vendosja e kanoeve në formën një lule. Apo marrja nga një kënd larg ku ndoshta kanjoni zbret shumë poshtë dhe duke gjithë madhështia e asaj natyre të bukur, vërtet më ka impresionuar. Nuk e di se si I komentoni ju ndjesit që keni patur nga këto udhëtime. Më thanë drejten, unë kam mostu me disa grupe, kam mostu me grupin e shoqatën e Taraboshit, me Ecomanien, kam mostu me një grup të rishë edhe jo vetëm të ri, prej Arka, është një qendra kulturore Arka, edhe kena ba disa gjana të bukra, por nga ana e do më thanë, për shembull sales kam shku me Ecomanien. Edhe atje e kena ba prej, do më thanë, sikur thash, fotografia është një fije dhe teknike, duhet me ditë nga cili kam me marr, a me marr nga nalt, nga anash, ku bjen drita, për shembull, e njëjta ujvar mundet mu marr prej pikave të ndryshme, dikon shifet edhe ylberi. Dhe kështu që duhet me gjeta shumë specifike edhe më kërën kënaqësi kur I bëj këta gjana. Sidomos kur I bëj në Shqipni edhe në Shkodër. Aq më tepër, më jep një kaq plus. Është po. Pastaj pra desha me thënë atëherë me grupin Taraboshi kena shku në Ragam. Edhe ka qenë shumë I bukur, kena shku te një ishull I Shurdhas, nuk e kisha ditë më përpara, po ishte shumë I bukur, kishte edhe histori mbrapa. Pra janë shumë gjana informative, gjana që të lajnë me ditë për historinë tonë, jo vetëm për bukurinë e natyrës. Gjithashtu edhe me Arken, kena shku te kjo laguna e Kunes, që unë nuk e kisha kanë më përpara. Kena shku me tren, dhe pastaj me bicikleta, një fije si aventur, po është diçka pse ja, aty duhet me ba turizëm me sa ma pak, nuk ka që nevojshme me kenë luksos turizmi për me danë kënaqësi. Natyra është një mrekulli që mundet me u eksploru me një çmim shumë të vogël, por benefitet që merr ti nga ajo janë shumë të mëdha. Kështu që duhet me pa këtë relacion, më pëlqen. Ndërkohë që ngjyrat janë shumë optimiste nga atraksioni Shkodër dhe Shqipëri. Zoti ka dhënë, do thosha, gjëra shumë të bukura. Apo jo, ngjyra, reliefe, mundësi. Po, le të vazhdojmë me atë përballjen me disa kushte që nga një herë natyrisht ka ndoshta një kënd tjetër vështrimi. Një herë, në rrallë parë derisa me thanë se nga që kam shetit, njëri shkon për shembull me shku në mal, ose shkon me shku në date, e kërkon datein, e kërkon malin, ose kërkon një liçen. Në këtë rast në Shqipëri, në kurvimi kena gjitha, për natë jena me fat, ose për shembull sa ditë kena treqëm e sa ditë me diell, është një mrekulli. Më thanë, këtu I gjenë gjitha. E vetmja gjë
se I baj pyetje vetit, se gjaja parë që vjen për shembull ndodh tjetë është një diçka që të bjen në sy fill, numër 1. Pastaj zhvillimet pa plan. Sepse njerëzit mundën po të marrim shninin. E pava shnini ishte ba një ndërtim I jashtëzakonshëm. Shumë bukur, po jo të tana shumë bukur. Edhe sikur të kishte kanë me plan, për shembull, me u përcaktu se tanë kujtojnë se bo me marrë dhe një gjysmë metri tokë, mja hangër trotuarit, është ma mirë, po në fakt ajo nuk është ma mirë, sepse nëse mendojmë për një kohë më gjatë, ne dona që që njerëzit më ardh prap. Ata kur të kenë një trotuar që është gjysmë metrit, e jo 1 metër, nuk ka me I pëlqy. Domethënë, I fije me pa I fije më larg, po unë e kuptoj pse nolkja, sepse na kena një popull pak I varfën, ose shumë I varfën, mbarë të statistika duhet mi pa, por edhe kjo është edhe me experience, nuk vjen fill, edhe pastaj mendoj që qeveria ka shumë të bajnë me mujt me kriju ma tepër plane që pastaj njerëzit me u zhvillu, që për shembull me diftu vendin ku duhet mu ndërtu, mos me ba ndërtime kështu si mas qefit. Mishmashi urbanistik është një karakteristik pothuajse e viteve pas 90-s, edhe ndoshta këto probleme do vazhdojnë për një kohë, e besoj që janë vërtet anë jo fort optimiste të realitetit, por gjithsesi shërbimet kur të ofrohen, sikur ta lehtësojnë ose ta vështirësojnë një udhtim turistik. Si kanë qenë për ju këta? Kështu, do të them vërtetën, sa herë që unë vin në Shqipëni, unë shaf diçka më pozitive. Kjo nuk do me thanë që na nuk kena ça me përmirësu. Ka dhe shumë gjana që nuk shkojnë, për shembull, ka herë të çmimet janë të nalta me atë që ofrojnë. Se ti kur ke një çmim, duhet me kanë ente rregullatore që më marrë me këtë punë. Për shembull, sa yje ka një hotel, ose ata nuk mund mi dhanë na vetë. Duhet dikush tjetër me kanë ente rregullatore që ti afron po thona pishinën, afron një dhomë për me ba gjimnastik, afron një dyqan që duhet me kanë të këto resortet, afron një mjekësore të parë, or e ke afro diçka, afron një mikrobuz me të qu ose me të pru. Tana këta janë gjana që hinë të çmimi, nuk është thjesht vetëm dhoma edhe shtrati. Janë gjitha këto që hinë tek e këto, po unë shoh sa herë që vi shoh nga një element tjetër që shtohet. Edhe mbahet qefi, por prapë të më thonë, jam I fije nuk du me pagu kot sepse japim një mendim të gabum që është okej, se ne kur vim këto I marrim parasysh. Vim pse kena mundësi marrë, nuk është se dona me pa çdo pare, por nuk duhet me dhanë një mesazh gabum, duhet me dhanë një mesazh pozitiv, por edhe me vrejtje që me u ba ma mirë. Se po nuk ba me edhe vrejtje nuk ecet përpara. Me gjithë atë, me gjithë këtë panoram bukurish, por edhe gjëra që duhen patjetër të përmirësohen dhe për këtë kemi shumë. Emigrantët kthehen, rikthehen, shkojnë atje sepse natyrisht atje kanë ndërtuar, por natyrisht vinë më herët ne përmendëm personalisht tek ju që vini tek rrënjët. Në fakt emigrantët në një farë mënyrë kanë 2 anë të jetës, jetën jashtë dhe patjetër kthimin. Pse mendoni ju patjetër këtë kthim? Mendojmë patjetër të kthim. Unë për shembull kam kanë shumë lidhur në Shkodrën. Nuk e di se si janë të tjerë, unë po flas për vetin këtë drejtim, edhe ikja nga Shkodra ka kënë ike si prej hallit diçka. Dhe më thanë, kur njëri ban një vendim për me ik, okej, e ke matë kollajshme që mas më kthy një atë shpet, por kur ik prej hallit, ti ke nevoj me u kthy edhe me pa atë që ke lanë pa dëshirë. Edhe prandaj unë edhe im shoqna të dy e kena dasht shumë dhe vazhdoj me dash Shkodrën. Ne kena pru dhe fëmijët, unë kam pru fëmijët të dy, kanë ba ka 1 vjet shkollë në Shkodër. Njëri ka ban Shkodër, njëri ka ban Tiranë, pa. Për me mësu gjuhën, shumë njerëz më kanë thënë, po pse si është e mujtën, si ke pru ti fëmijët? A është në gjë, qa është në gjë që nuk shkon? Çdo gjë shkon. Unë kam dash me ba një sakrificë, sa është sakrificë, kam harxhu shumë parë, marrë më ndaj këto vjet, me lanë çdo gjë atje marrë këto, nuk është e lehtë. Edhe kam ardhur, unë kam ndaj shumicën e kove, im shoq ka ardhur dhe ka shku se kena pas punën atje. Edhe por jam shumë e gëzuar që fëmijët e kanë pas atë experience,
kanë njoft ma tepër, sa ata I kanë njoft gjithmonë gjyshat edhe gjyshet, por kanë ndaj me njerëzit ma tepër, e kanë kuptuar kush janë shqiptarët ma tepër, kush është Shkodra, nga vinë, kush janë vlerat, edhe na kena vlerat tona, kështu që pavarësisht se jetojmë në Kaliforni, bim vlera me vete, nuk jena paraj, kena rajtona. Shumë e bukur. Unë më herët Valbon të prezantova si vajza e madhe e familjes Quku, mentor Quku, dhe Ixhlal Quku. Ndjes Pachin, nëna juaj zonja Ixhlal ka qenë mësuese. Ju jeni 3 motra, ndërsa baba juaj intelektuali mirënjohur, mentor Quku, studiues I hershëm I mjedës, më vonë me aktivizimin në kohën pas 90-s, drejtori Muzeut Historik të Shkodrës, organizuesi shumë aktiviteteve, siç kanë qenë simpoziumet shkencore Shkodra në shekuj, të organizuara disa vite me radhazi që kanë thithur në Shkodër mjaft studiues të anëve të ndryshme të realitetit dhe zhvillimeve më të hershme dhe të më vonshme në Shkodër, pra një aktivitet shumë I madh. Në fakt ju çfarë keni marrë nga gjinia juaj, nga familja juaj, nga vini, nga prindrit tuaj? Tashti, unë kam qenë shumë e lidhur me familjen time, me babin sidomos, sepse mami ka pas disa fëmijë me diferencë për me, kështu që ishte shumë e zanun tan kohën, kështu që unë kam qenë shumë afër me babin, edhe kam shumë kujtimet me të, kam marrë shumë gjana, nuk di, por me që jena të fol për natyrën, ai ka qenë një eksplorus, gjithmonë ka pas qef me eksploru, kështu që e maj mend veten, ku kam qenë 2-3 vjeç, edhe për fotografia ndoshta se kam për shembull në Razëm që shkoshim, të shpella erës, në Veleçe kam hyrë qysh herët, më ka dhënë dashnin për natyrën, dashnin për çdo gjë që ka lidhje me Shkodrën në me Shqipërinë. Kam numër 1. Edhe pastaj më ka dhënë atë shpirtin e lirë me kanë I lirë me vendos, që se isha e vogël më thoshte, qa më nën ti për këtë problem? Edhe nuk keni fije, nuk kanë të gjithë pyetun qa më nën ti kur ke kanë 5 ose 10 ose edhe pastaj ma vonë 15, edhe pse nuk I pëlqejshin disa vendimet mia, u mundote me diskutu ma tepër për ta se sa më thanë ja kjo nuk bëhet kështu. Kështu që kjo ka një relacion shumë special që kam pas me te, me thënë drejtën. Kurse me mami ka qenë një person shumë I dashtun, një person që do të me ba vetëm mirë, nuk kanë asnjëherë nuk dite me fol keq. Njeri qetë shumë. Njeri qetë. Dhe më thanë me danë shumë mirësi. Edhe ajo një farë se prapë dhe aja më u habiqa, si në qose mama kishte një sekret ose diçka për një dikuj tjetër, thote ja, këtë nuk mundu me ta thanë, se këtë ma ka besu dikush tjetër, u habiqa se si vajzës vetë nuk po, plus më nëjna në lullet, për mamës lullet kanë kënë dashnia saj, ajo gjithmonë ka pasur vorrin plot me lule. Edhe unë më nohem me gjithashtë e zorshme, kur vinë Shqipni, kam qejf të vendet ku kam jalla ja, me vazhdu sa do pak që rrimna, një dhe nga një lule, ndoshta sezonale, edhe janë kujtime që janë një thesar që nuk gjehen kollaj. Shumë bukur. Vërtet, thesare të tilla nuk gjenden kollaj përveç se tek rrënjët tuaja. Sepse je ti dhe çdo njeri që e vlerëson këtë dhe që është vazhduesja, diçka shumë e bukur. Ne folëm për gjatë gjithë kohës për natyrën dhe një gjë e tillë, një marrëdhënie e tillë, një afeksion I tillë nuk është I mbirë në erë, përkundrazi në hershmërinë tënde. Dhe pikërisht kjo natyrë vazhdon të gjallëroj qenien, ditën, jetën çdo ditë. Në fakt gjithë këto udhëtime të kësaj vere, por ndoshta edhe udhëtime të tjera shqiptare, ke menduar që ti përmbledhësh diku, të krijosh një
një album, një ekspozit, një diçka që mos jetë thjesht vetëm e kohës. Po, në mënyrë absolute, që kam qejf me ba diçka tillë, kjo ka qenë një, kur kam ardhur me pa malet e Shqipënisë, të Shkodrës një herë numër 1 pastaj edhe tjera, kam pas qejf me ba në një libër vogël, jo libër ndoshta si album, edhe me informacion të lidhur edhe me informacion se qa ofrojmë trojet tona, edhe mirë po, numër 1 është me pas ti vetë informacion, që pastaj unë kam qef edhe cilësia me ka një firma mirë, pra kam qef më rikthy edhe me zgjallë se ku do të banë, si do të banë këta fotografia, edhe kam qef me ba diçka tillë, ndoshta në fillim një gjë ma thjesht, pastaj gjë ma serioze, ta shohim. Të ngjajnë që ditët e para të vjeshtës të duket të ngjajnë me një album ku mbyllin një kapak të verës dhe hapin diçka tjetër, që është me ngjyra të tjera. Por gjithsesi këto ditë tek vetvetja ngërtejnë edhe disa emocione, disa mbresa të një vere që shkon dhe diçka që njeriu pret. Në fakt, në një farë mënyrë lidhen edhe me shtektimet që në një farë mënyrë emigrantët dhe njerëzit që jetojnë jashtë i përmbyllin për të nisur dhe për të fluturuar, ashtu siç edhe dallandyshet. Si janë për ty shtektimet? Shtektimet janë një pjesë e jetës teme, më thënë drejtën, sepse na jena mësu me këtë lloj jetet, edhe gjithmonë njëri shef një diçka, edhe kur ik, ti një sekond jetu të menu për rikëtimet. Kështu që është një mjeje e bukur. Po gjithsesi shkon krah hapur, sepse ke ndërtuar një jetë tjetër, ke fëmijët atje që të presin dhe në një farë mënyrë ky dizim ta mbush me sa po shoh, ta mbush dhe ta plotson shumë bukur një panoramë të jetës, të ditës, të çdo gjëje. Valbon janë mbresa që nuk mbesim këtu. Unë shpresoj që pikërisht këto foto, këto mbresa të shkurtra, informacione, në një të ardhme kur ti e mendon, ti shohim të materializuara edhe në ndonjë botim, por gjithsesi takimet tona, ashtu siç edhe shtektimet shkojnë dhe vinë, të mos mbesin këtu, por përkundrazi, ashtu siç shkodranët bashkëbisedojnë me njëri tjetrin, të kemi edhe të tjera kontakte. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi e veçantë edhe për mua. Ishim sot së bashku në këtë studio. Mirëmëngjes Shkodër. Ti mund të na ndjekësh kudo që të jesh, nëse ke mundësi, sepse nga që transmetojmë edhe me internet dhe me Facebook, anë të ndryshme të realitetit, promovime të nismave të reja, por edhe albume, kujtimesh dhe përvojash jetësore, do t'jenë vazhdimisht në Mirëmëngjes Shkodër. Ishte një kënaqësi me kënë sot këtu me ju edhe me kënë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë edhe nga kolegët e mi që ti ishe sot në studio. Të urojmë mbarësi me të gjitha këto gjëra të bukura që na that, por në jetën tuaj familjare edhe profesionale. Faleminderit Valbon.